Dhe këtë metodologji nuk ka ky diktatori që është në Beograd, dhe për neve krejt në qetë në rizik. Spari nuk është puna e tyne, ata e kanë vetëm një, të them aty, caku ose armiku. Kragujevci është simbolikisht qendra e formësimit të projektit të spastrimit etnik. Kjo është normal që studentët do të bëjnë deklarate që është në harmoni me kushtetutën e Serbisë. Dhe nuk ka aty çka të pritni prej studentëve që të thojnë diçka tjetër. Janë studentë. Për shembull, në këtë ministër gjithashtu në kohën e Boris Tadićit. Dhe në atë kohë, nëse të kujtohet, proceset të negociatave marrëveshjeve teknike për herë të parë kanë ndodhur në atë kohë. Por ka qenë mbi të gjitha një politikë pacifiste, që është për ne tepër me rëndësi. Më mirë kemi një shprehje vjetër, më mirë 1000 ditë që të negociojmë sepse një ditë të luftojmë. Dhe këtë metodologji nuk ka ky diktatori që është në Beograd, dhe për neve krejt në qetë në rizik. Dhe çdo formë të disputës, mosmarrëveshje, duhet të rregullohet, të pajtohet me përmes bisedave, përmes negociatave. Këto është normale dhe sigurisht që Bashkimi Evropian nuk ka befasi, nuk guxon të ketë befasi. Keni rrugë të Bashkimit Evropian, a shkoni së bashku ose ndamas, kjo nuk është më rëndësi, por më rëndësi është që caku është i tillë të gjithëve. Prandaj, kjo që kanë deklaruar studentë, nuk kam prit asgjë tjetër që mund të deklarojnë. Spari nuk është puna e tyne, ata e kanë vetëm një, të them aty, caku ose armiku. Për fatkeq është rikthim të memorandumi Akademisë Shkencave i vitit 86 që përbën bazën e programit gjenocidal të Miloševićit dhe bazën e vazhdimit të projektit përshtatur strategjik të Vučićit. Ajo që kemi parë dje në Kragujevc është një kurth i regjimit të Miloševićit që krijon hapësirë më të madhe për ta prezantuar atë si pragmatik dhe të moderuar në kuadër të vlimeve aktuale politike brenda Serbisë, pra një lëvizje evropiane studentore e cila paraqitet edhe më agresive, edhe më brutale se sa vetë Vučić dhe që nënkupton mesazhin që Vučić është partner i domosdoshëm i perëndimit më tutje. Përveç kësaj, Kragujevci është simbolikisht qendra e formësimit të projektit të spastrimit etnik dhe projektit të politikës ekspansioniste të Serbisë kundrejt territoreve shqiptare. Lëvizja studentore konfirmon edhe një herë që për Kosovën në Serbi nuk ka rëndësi Vučići apo opozita, sepse qasja shoviniste ndaj Kosovës në Serbi është një konsenzus nacional që vazhdon të paraqes kërcënime serioze për paqen dhe stabilitetin në rajon.